Faleminderit që jemi. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Unë jemi ky vit i ri, hera e parë këtë vit që Po, faleminderit shumë. Shpresoj që se ka nisë kështu me zgjedhje, me rezultate zgjedhore, po i përfundojmë, pilojmë zgjedhjet në vitin e kaluar. Se ka qenë 2025 tani viti mbushur me zgjedhje. Definitivisht ka të parë zgjedhje të cilat u mbajtën shtok këtu faktin e balotazhit në disa komuna. Disa kishin fatin të mos kishin edhe balotazhin. Ka qenë kogja e rëndume për qytetarin. Pastaj gjithë blokada e cila vinte si pasojë e mos dakordimit politik mes partive politike shqiptare e çoi situatën një farforme që edhe të agravohej pak më shumë. Dhe në këtë kontekst zgjedhjet ndoshta ishin të mirë së ardhura, por që rezultati ishte befasues. Nuk ishte befasues. Ishte befasues. Ishte befasues. Visar, pikërisht te kjo dua të ndalem. Pra, e pam që vetëvendosja doli me një përqindje që edhe deputetët apo edhe liderët partijak vlerësojnë që nuk e kanë pritur as vetë nga vetëvendosja, nuk e kishin pritur që të dalin me një rezultat të tillë. Pra, me 57 deputet po i bie tash. Në komunikim me sipër me aktorë të ndryshëm të lëvizjes vetëvendosje, zakonisht proklamohej që lëvizja vetëvendosje të kishte dikon rreth 40 deri në 42% të votave. Shto këtu faktin edhe ndihmën e mërgjimtarëve të shkonte maksimum te 45, por që të arrinte mbi 50% dhe të thënte rekordin e vitit 2021, këtë nuk e kishim pritas nga lëvizja vetëvendosje, duke që kanë zënë edhe ata në befasi, pasi që si lëvizja vetëvendosje, po ndoshta edhe partitë e tjera opozitare tashmë ishin të sigurta që do të kishim një blokadë të re deri në zgjedhjen e presidentit. Pasi që asnjëra palë nuk ishin shumë të gatshme të shkonin me një koalicion, pra aq sa diskutohej edhe në studiet e ndryshme televizive, po edhe në takimet e cilat i kishim me ta, dhe në fond po rezulton që për krimin e qeverisë nuk do ta kemi problemin, po që problemi mund të jetë pastaj presidenti ose presidenti i ri. Dua të flas Visar deri tash, pra si ke po këtë vitin e kaluar para se me më detajisht tek rezultati zgjedhor. Po flas konkretisht për kur nesën pra për nacionalet, pastaj lokalet, balotazhet dhe përfundoi sërish me zgjedhja nacionale. Si ke parti qëndrimin e partive ndër to zgjedhje? Çka ndryshoi, ku gabuan, po flas? Shko, ne u futëm në zgjedhjet e 9 shkurtit të vitit kaluar, pas një mandati 4 vjeçar të lëvizjes vetëvendosje. Ishte për herë të parë në Republikën e Kosovës, edhe pas shpalljes pavarësisë, po edhe para shpalljes pavarësisë, që ne kishim një qeveri e cila e kishte një mandat të plot. Një mandat të plot, me mbi 50% të votave të shumicës shqiptare në kuvend, mirë po vinim me një qeveri e cila në tërësinë e saj nuk ishte një qeveri e cila realizoi ato premtimet me të cilat erdhim pushtet, ndoshta ishte në shumicën e rasteve kundërthënëse me atë se çfarë ka thënë në opozit, dhe partitë opozitare dukeshin pak si të relaksuara në atë periudhë sa i përket zgjedhjeve të 9 shkurtit. Rezultati pastaj ishte ndryshe, lëvizja vetëvendosje mori 42% të votave totale, gjë e cila pastaj edhe për lëvizjen vetëvendosje nuk ishte mirë së ardhur, po edhe për partitë opozitare jo se jo, dhe në këtë kontekst e çoi vendin në një blokadë e cila pastaj zgjati për 10 muaj. Brenda kësaj blokade 10 muajore ne kishim dikon rreth 56 seanca vetëm për një emën të përveçshëm sa i përket zgjedhjes së kryetares së kuvendit. Pastaj arritën disa marrëveshje të bëhen në formën që mos të, ose edhe nga gjykata kushtetuese, pastaj erdhen edhe vendimet që një person nuk ka të drejtë më shumë se 3 herë të kandidohet, pastaj u vendosën disa emra të tjerë në lojë, dhe aty filloi të luaj Albin Kurti edhe me opozitën. Jo që nuk i kishte bërë edhe prej 9 shkurtit e mbrapa, po loja e Albin Kurtit me partitë opozitare filloi
që nga vera e tutje. Sepse Mëse po i referohesh lojë, Visar. Sepse Zoti Kurti po ta donte të kishte të zgjidhte situatën, mund ta zgjidhte shumë lehtë. Në Po thua që kjo ishte qëllimi i Kurtit, që të rrinte deri me 28 dhjetor ta merrte këtë rezultat? Unë e kam thënë këtu te ju në studio, po edhe në shumë studio të tjera televizive, diku ka pranvera që nëse Zoti Kurti nuk do të arrin të çojë zgjedhjet në fund korrikut, fillim ngushtit, atëherë kur është vala e madhe e mërgjimtarëve, qëllimi i tij do të jetë që zgjedhjet të çojë për fundvit, atëherë kur kemi shumicën e mërgjimtarëve këtu, pa çka se art ja vlen të ceket në hulumtimin ose anketimin të cilin jemi duke bë ne si kompani, del një fakt shumë interesant që rreth 15% e votës totale fizike në Kosovë ka ardhur nga Mërgata, që janë prafërsisht rreth mbi 100.000 votues. Nëse shtojmë faktin këtu që kanë ardhur rreth mbi 300.000 mërgjimtarë në Kosovë gjatë kësaj periudhe, i bie që as gjysma e tyre nuk kanë votuar në Kosovë. Pra, Mërgata për partitë politike në Kosovë ishte vetëm një alibi politike, e cila në tërësinë e saj thjesht ishte aty vetëm sa për të ngrit një narrativ, një narracion i cili në të vërtet nuk ishte askund. Unë kam bën një analizë pak të gjithë situatës dhe në përfundim kam dalë që Zoti Bedri Hamza, Lumir Abdigjiku dhe Ramush Haradinaj ja hoqën duke mos qenë alternative sakt për qytetarin vendor ose edhe për qytetarin rezident. Pse vjen kjo? Kjo vjen për shkak që ata kishin një keq lexim të elektoratit. Duke u nis nga fakti që një pjesë e madhe e përkrahësve opozitar që përbëjnë gjysmën e qytetarëve të Republikës së Kosovës ishin të pakënaqur me qeverinë Kurti, po ndoshta edhe një pjesë e vogël e votuesve të lëvizjes vetëvendosje, ata ishin shumë të relaksuar dhe u futën në zgjedhje duke mos ofruar një alternativë zgjedhëse për qytetarin e Republikës. Pastaj, siç e thashë më herët, është narracioni i diasporës, fokusi i madh i partive politike ishte te diasporas, e cila në fund ishte vetëm një alibi, pasi që në bazë të këtyre anketave të cilat jemi duke realizu ende, edhe që po të premtoj në fund kur ta përfundojmë, do të vijë dhe do t'i shpalosim rezultatet bashkë. Jemi shumë kurioz madje për me i po. Do të marrë pak kohë sepse jemi duke tentu në forma specifike t'i marrim përgjigjet dhe synimi jonë është një target i cili është pak për t'i arrit është pak e vështirë, pasi që po flasim për grup moshat e reja dhe targeti jonë është të marrim mendimin e grup moshave të reja se ku ka shku vota e rinisë kosovare. Po, si thash, të premtoj që në momentin e parë që do t'i kemi rezultatet, do të vinë në studio dhe pastaj do t'i komentojmë bashkarisht. Pastaj janë edhe disa pikat e tjera, mungesa një oferte e cila mund të jetë alternativ e lëvizjes vetëvendosje për qytetarin e rezident, nuk erdhi nga partitë opozitare, e çka është në fund, edhe këto e kam nxjerr momentalisht nga anketimi që jemi duke e bë, partitë opozitare në syt e qytetarit rezident të Republikës së Kosovës janë pasi bllokuese. Po i referohesh gjatë këtij viti, pra ku vendi, qeveria dhe gjitha këto. Kundërshtuese, bllokuese dhe jo bashkëpunuese. Dhe kjo ka qenë një ndër arsyet pse qytetari rezident pastaj e ka pa si zgjedhje alternative Zotin Kurti për ta votu përsëri dhe lëvizjen vetëvendosje. Kjo i bjen që Zoti Lumir Abdigjiku, Bedri Hamza, Ramush Haradinaj duhet të pajtohen me këtë fakt dhe këto rezultate, jo çka jem duke dëgjuar, çka jem duke pa nga disa oponent të opozitës që po kërkohet
të mos i pranojnë mandatet, ose mos i pranojnë rezultatin zgjedhor, ose mos votohet presidenti ose presidenti jashtme, ose mos qëndrohet në sallë. Pra, janë duke shty procesin në një fazë që Kosova vërtet të kaloj në një anarki qeverisëse, sepse nëse një parti në këtë periudhë kohore ka arrit të marrë mbi 50% të votave, Mbi 50% të votave, sepse sot mëngjes kur po e shikoja vetëvendosja ishte 50.65, pra do të thotë votat me kusht ende nuk janë përfunduar nëse nuk ka bëj ato të personave me aftësi të kufizuara ende jo, pra llogaritet që në bazë të këtyre votave të shkojë te 51%. Dhe 51% e votave shqiptare është një numër goxha i madh. Pikërisht e kjo dua të ndalem Visar, pra 51% i merr vetëvendosjen në një kohë kur u përcoll me dinamika të shumta, u përcoll me kuvend, u përcoll me gjitha këto diskutimet që erdhen. Çka mund si mund të shihet kjo? Marr parasysh pra që po flasim për zgjedhje të cilat vitin e kaluar ishin krejtësisht ndryshe. Pra ishte një lloj, mund të them që qytetari tha që nuk do të ketë më një parti që do të formoj institucionet, me një farforme u dha hapësirë partive për bashkëpunim. Dhe ndodh krejtësisht e kundërta pastaj. Me 28 dhjetor, një përmbysje totale e rezultatit. Është fat që qytetari i Republikës së Kosovës në shumicën e rasteve nuk është votues emocional, por ndoshta edhe shumë racional. Edhe në këtë kontekst ne shohim që qytetari i Republikës së Kosovës në shkurt e dha mundësinë e bashkëpunimit, dhe duke mos e pa që partitë shqiptare janë të gatshme për të bashkëpunuar me njëra tjetrën, atëherë tha, okay, ne po vazhdojmë me këtë që kishim për 4 vjet, sepse ju si opozitë qëndrua të mbyllur mbi disa diskurse dhe narracione të cilat i ngritet, të cilat ishin të parëndësishme dhe të panevojshme për kohën, bllokuat së bashku me lëvizjen vetëvendosje kuvendin dhe krijimin e institucioneve, mirë po ne shohim lëvizjen vetëvendosje si alternativë, andaj ne do të shkojmë përsëri te lëvizja vetëvendosje, dhe kjo është ajo që thash pak më herët, partitë opozitare nuk ishin të fuqishme sa duhet, ta luftonin lëvizjen vetëvendosje në kontekstin për të qenë një alternativë për qytetarin, për të tentuar që fajsin mbi blokadën të vendosin te lëvizja vetëvendosje, gjë të cilën lëvizja vetëvendosje ka bërë shumë mirë. E kemi parë për shembull se çka ndodhi me lidhjen demokratike të Kosovës dhe Lomir Abdigjikut. Pra, duke tentuar të vendosësh standarde të reja politike në Kosovë, as mish, as peshk, do të thonë, unë du të jem udhëhec, po nuk du të jem as me opozitën e as me pozitën, i bie që ti nuk ke interes që ky vend të ecë përpara. Fakt është tashmë 2 javë ose 1 javë pas zgjedhjeve, thjesht gati 10 ditë, ne nuk kemi dëgjuar asgjë nga partitë opozitare. Pikërisht dua të flas për këto. Janë premtuar disa reformat politike, reformat brenda partive, edhe kur flasim me tekst të veçantë për partitë opozitare këto. Dhe janë diskutuar shpesh do të ketë reforma, do të ketë krejtësisht diçka tjetër, por që ka përfunduar zgjedhjet ende e po e thua edhe ti nuk ka reagime, nuk ka diskutime. Si mund të komentohet kjo, pra ku mbetën reformat opozitare? Çka art, reformat nuk janë vetëm ndryshimi i kryetarit ose i disa personave, individëve të caktuar në pozita të caktuara në parti. Kur flasim për reforma, flasim ndoshta edhe për ndryshim ideologjik të partive. Pse e them këtë është sepse partitë opozitare, të cilat shumica i takojnë të djathtës ose qendrës së djathtë, për gjatë gjithë fushatës së zgjedhjeve jashtëzakonshme ofruan premtime sociale, pra të majta. Dhe normalisht qytetari i Republikës nuk është aq naiv sa mos ta kuptoj këtë, ndoshta një pjesë e madhe nuk e kupton këtë dallimin ideologjik, po ata që e kuptojnë dinë edhe pastaj ta transmetojnë të tjerë.
Dhe kur ti diskuton me dikon që e kupton këtë, edhe ta shpjegon që një parti e djathtë, një parti e cila i takon qendrës së djathtë, e cila ka për qëllim kapitalizmi, nuk mund të ofroj shërbime sociale, siç kishim Partinë Demokratike ose Lidhën Demokratike. Çka ndodhi këto? Ndodhi që gjatë gjithë fushatës, nëse lëvizjeve të vendosje premtonte rritjen e shtesave për fëmijë, për leonat, të cilat i kanë zhvillu gjatë mandatit të tyre të parë, të nesërmen ne kishim partitë opozitare të cilat delnin me shifra megalomane, pra. Ata nuk ishin në gjendje të parësyshme totalisht. Ata nuk ishin në gjendje të arsyetonin se si do të vinin këto pare, se si do të rimbursoshin këto pare, se nga të vinin të fondi për t'i pagu këto pare, po qëllimi ishte vetëm të tentonin ta blenin votën e qytetarit me një premtim i cili ndoshta ishte i paralizueshëm. Dhe duke marrë parasysh që e thash edhe më herët, faji qëndron komplet te 3 udhëheqësit opozitar, në këtë rast Lumir Abdigjiku, Betri Hamza dhe zoti Ramush Haradinaj. Këta duket që tashmë janë struk dhe vetëm po presin rezultatin final, duke bë pastaj llogaritë e tyre se çka do të ndodh me situatën e vend. Unë po të isha sot udhëheqësi një parti opozitare, unë nuk do të kisha guximin që të mos qëndroje në sallë, të mos votoje një president, përkundrazi, Kosova tash në 4 vitet e ardhshme do të vendoset në disa procese shumë të vështira. E kemi një person në krye të vendit i cili po për këto procese të vështira ka organizu protesta në të cilet përveç që janë lëndu njerëz, kemi edhe njerëz të cilët janë vrarë. Dhe është po besoj e rrugës që ky person, i cili ka qenë thujse kundër gjithçkaje në Kosovë, ti udhëheq edhe këto procese, sepse të jesh tifoz është gjithmonë e lehtë të komentosh situata, dhe ndryshe është të jesh akter në një situatë të caktuar. Kështu që unë po besoj zoti Kurti tashmë si akter kryesor duhet ta marrë përgjegjësinë mbi supe dhe duhet që të vazhdoj me këto, domethënë, procese të cilat do të vinë një pasnjëshme. Asociacionin e patëm dje dhe komentet nga ambasadori britanik, i cili përveç dialogut që ishte këmbgulës që dialogu do të zhvillohet me njëherë, ishte edhe asociacioni si pikëryesore dhe të gjitha marrëveshjet të cilat janë nënshkruar me Serbinë. Por t'ja lëm kohës, unë po besoj që nuk do të kemi më zgjedhje në Kosovë. Dhe sigurisht e ka përmendur në deklarimin e tij Hargraves që gjithashtu do të donte edhe një president pas zgjedhje. Kjo ka qenë goxha e rëndësishme dhe këtu dua ndalem edhe për fund Visar. Na pret një sfidë tjetër, po flas në aspektin politik. Pra, Kurti ka deklaruar që është i hapur nëse do të ketë sërish zgjedhje, nuk do të ketë diçka që do ta kundërshtojë apo jo. Është i hapur, pra do të shkojë sërish në zgjedhje në rast se nuk do të ketë vendim bashkëpunues nga opozita. Si mendon ti, si do të shkojë procesi për presidentën mars? A mendon që do të qëndrojnë në sallë? Është në pikë pyetje se kush do të jetë kandidat. Ne patëm po thua që do të varet edhe nga kandidati? Është gjithherë patjetër, është nëse do të jetë zonja Vjosa Osmani, atëherë po besoj që opozita nuk do të jetë shumë pro zgjedhjes së saj, por edhe zonja Osmani kërcënoi opozitën në deklaratën e saj të fundit, kur tha nëse s'më dojnë si president, atëherë do të jem në garë kundër tyre, që la të nënkuptohet, sipas asaj që unë arrita të analizoj nga deklarata e saj, që zonja Osmani mund të ribashkohet përsëri në një listë me lëvizjen vetëvendosje. Dhe ky 10 mujor e ka dëshmuar që zoti Kurti është një strateg shumë i mirë politikisht. Është shumë i mirë se sa që të 3 udhëheqësit opozitar bashkë. E futi vendin në një krizë, luajti lojën të cilën e kemi diskutuar këtu me votim të fshehtë, me votim të hapur për 10 muaj të tërë, vendosi emra të ndryshëm për kandidat, për pozita të ndryshme, 4 emra ishin
sa i përket zgjedhjes së kryetarit parlamentit. Pastaj arriti ta vendosë zotin Glauko Njufca në vendin e tij për kryeministër. Paramendojnë se çfarë do të ndodhë nëse ai me 51% të votave nuk do të arrinte ta zgjedhte presidentin ose presidenten e re dhe ta kishte Vjosa Osmanin përsëri në krah. Kjo do të ishte fatale për partitë opozitare. Dhe në këtë rast unë besoj që partitë opozitare do të shiheshin vërtet si bllokuese dhe denigruese të. Edhe mund të kishte edhe rënje edhe më të thellë. Unë po besoj që ndoshta do të arrihej qëllimi që kam thënë edhe te ti, po edhe te Afërdita te gazeta, po edhe nëpër studiot e tjera, që e mbaj mend kohën kur kam qenë pjesë e lëvizjes vetëvendosje në ligjëratat politike të cilat zoti Kurti na i mbante një pjesë që na kishte më shumë për qefi, e kishte si qëllim gjithherë Kosovën ta shihte në një trinom partijak, që do të thotë Kosova të kishte 3 parti, ku 2 prej tyne mund ta bënin qeverinë dhe një të ishte opozit, ose ana sjelltës të ishin 2 opozit dhe një vetëm ta bënte qeverinë. Dhe Po thua që po tenton ta sjell këtë trinomen? Unë po besoj që po. Do të thonë zoti Kurti automatikisht është qëllimi i tij është që këto partitë e vogla të shkatrohen totalisht, nëse mund ta them kështu, politikisht në Kosovë, të mos ekzistojnë fare dhe mos të jenë pengesë për të. Sepse kemi dikon rreth 14.000 vota të nisme socialdemokrate, që ndoshta edhe mund të shpërndaheshin. Kemi rreth afër 50.000 vota ose mbi 50.000 vota të Aleancës për Emërinë e Kosovës, të cilat ata mund të shpërndaheshin. Pra, kjo do ta forconte ndoshta edhe më shumë në lëvizjen vetëvendosje. Por zoti Kurti ka dëshmuar deri tash se të gjitha qëllimet që i ka i arrin, po unë po shpresoj që këtë mos të arrijë, sepse kjo do ta dëmtonte edhe demokracinë në vendin tonë. Sa i përket emnave të përveçëm ku diskutum pak këtë pjesë për president ose presidente, unë po besoj që partitë opozitare duhet të jenë të kujdesshme, sepse zoti Kurti din edhe të bën loja, mund të ketë një marrëveshje të fshehtë me zonin Osmani dhe mund të vendos sipas disa informacioneve që kam unë Murat Jasharin si kandidat për president, vetëm që t'i dëmtoj publikisht, elektoralisht partitë opozitare. Edhe fare në fund, kështu Visar, fare shkurtër, presim në rast se do t'jetë sërish Osmanin dhe në rast se shkohet sërish në zgjedhje. Pra, Kurti ka thënë që është i hapur për zgjedhje, a mund të ketë ndryshim të rezultatit? Apo mund të kemi thellim të fitores të vendosjes? Nga 120 anketues të përzgjedhur, 50% janë përmes telefonit dhe 50% tentohen të bëhen përmes emailit nga kompania jonë. Është njëra prej pyetjeve se cilën parti ata e kanë votu, dhe në rast se nuk do të kemi zgjedhjen e presidentit ose presidentes së re, cilën parti do ta votonin. Arta nga një pjesë që kemi arrit të marrim përgjigjet, shumica e votuesve opozitar, partive opozitare, kanë deklaruar që nëse ndodh që partitë opozitare bllokojnë procesin e zgjedhjes së presidentit, nuk do të jenë më ose nuk do të votojnë më për partitë opozitare. Nga ky fakt dhe kjo më lën të besoj që partitë opozitare do të marrin pastaj votë ndëshkuese nga qytetari i Republikës Kosovës dhe kjo do të çonte në një rritje enorme të lëvizjes vetëvendosje, e cila pastaj do të ishte rrezikshme sepse mund të përkthehej edhe në një rritje lokale dhe mund të kishim një Edi Rama 2.0 në Kosovë. Pra, në Shqipëri, përveç që e kemi aspektin qendror i cili është i pushtuar nga Partia Socialiste e Edi Ramës, edhe në aspektin lokal kemi vetëm 2 komuna të cilat ai nuk i menaxhon ose nuk i udhëheq në Shqipëri. E njëjta gjë mund të ndodhte pastaj edhe në Kosovë, të kemi edhe këtë lloj trendi në Kosovë.
e gjë e cila është shumë e dëmshme për demokracinë pastaj. Po, unë po besoj që e mira e smirës është që partitë opozitare bashkë me lëvizjen vetëvendosje të dakordoheshin, të votonin, pra të formonin kuvendin, të votonin ndryshimin procedurial të zgjedhjes së presidentit, pra mos të shkonte më me vot nga kuvendi i Kosovës, por të kalonte në votë qytetare. Dhe ka mjaftueshëm dhe po besoj që kjo do të ishte mirë, pastaj kriteret do të vendoseshin se cilat janë ato mbas kushtetutës dhe cili do person që do ta shihte veten të aftë për ta marrë këtë pozicion mund të futej në garë, qoftë të vinte nga partia, qoftë të vinte si individ nga shoqëria civile. Po, dhe Visar, më falenderoj shumë që ishe dhe që i diskutuam dhe që i shfaqe dhe këto rezultate të anketave pak ka shumë me neve, e që i presim me DMS, sepse sigurisht kur bëhet fjalë për rezultate të tilla, kur bëhet fjalë për ndryshime të tilla në rezultatet zgjedhore, janë të mirë së ardhura mendimet e qytetarëve, kështu që faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën e artë, patjetër unë ta premtova në moment të parë që do të arrijmë të nxjerrim të gjitha rezultatet. Është pak vështirësi sepse qytetarët ende nuk janë mësuar me formën e opinionit ose dhënien e opinionit në këto forma, por ne si kompani nuk do të ndalemi, pra do të tentojmë dhe do të tentojmë të marrim e para sa i përket kësaj pjese dhe pastaj edhe temave të tjera të cilat i kemi për t'i zhvilluar, po sa i përket kësaj pjese, siç premtova në momentin e parë që do të kemi rezultatet, do të kontaktoj dhe do t'i shpalosim së bashku. Po, faleminderit.